Mirë dita, dhe njerë jam këtu me zotri, ishe emigrant italis, por edhe emigrant italis, pra më korrigjojmë ta jam akoma emigrant itali. Janë që të gjithë o pensionist o kandidat për pension. Në rasin konkret, zoti Lavdrim Islamaj është pensionist, ka 3 vjet që ka marrë pensionin italian, dhe arsyeja pse është sot, po jo vetëm sot, një herë në vit vjen në më takon për një arsye, që këta bëjnë gjallëse, një në vit, ekzistenca indita në italisht. Ju vjen një formular, apo jo Lavdrim, nga Citibank në Angli, të vjen në shtëpi dhe me këtë modul vjen paraqitet këtu dhe i çojmë në ambasadë për të deklaruar, për ta plotësuar formularin që është gjallë. Në këtë mënyrë i shkon sinjali Citibank në Angli, me urdhëtim se në Itali, i shkon sinjali që është gjallë dhe menjëherë me njoftimin dhe imse që është gjallë. Dhe kështu ikën kjo procedura dhe vazhdon rrjedh pensioni. Një formë është kështu, një formë e dytë, edhe këtë po e bëj edhe për gjithë juve, se njëjta gjë do të jetë për ju. Një formë e dytë është përgjithsisht muaj korrik ose gusht, vjen pensioni jo më në bank, vetëm një muaj në vit, por vjen me atë Western Union. Dhe ti me atë kodin që vjen në zarf, ti shkon e Western Union, merr pensioni. Dhe i shkon sinjali imse që ti je gjallë. Një procedurë tjetër që e bëjmë përsëri një herë në vit është deklarimi të ardhurave, deklaracionet e iretiti, REDES, që është sjell një vërtetim pensioni shqiptar, përkthyet notorizuar me vula apostile dhe ja çojmë imsit njoftimin që ne s'kemi të ardhura prona shtëpia ku diun, por vetëm të pensionit shqiptar dhe ata i marrin vesh të ardhurat e veta ose dhe në çep. Këto janë dy procedura që ne i bëjmë vit pas viti me çdo pensionist. Lavdrim, je i lirë për 2025 e ke kryer, që 2026 hapet me 20 mars mbyllet me 18 korrekt fushata, kampanja di ekzistenca invita, kështu që 2026 do shihemi prapë. Sot ke ardhur gabimisht në datë. Miropafshim. Tani Ariani. Çfarë problemi ka Ariani edhe Murati që po na filmon? Problemi i Arianit është që dikur, kur ke punuar në Itali, je larguar nga Italia pa njoftuar ufficio anagrafe, pra i bie pa njoftuar komunën italiane. Po pse bëre këtë gjë? Nuk e di. Nuk e di. Erdhën në Itali si veprove. Erdhën në Shqipëri pak. Hypa avionit, erdhën. E vendosën mos të kthesh në Itali apo thjesht me idenë që ke ditë do kthehem në Itali? Jo. Nuk u ktheva sepse kisha probleme me mi. Okej. Dhe nuk njoftove komunën që unë po ikin në Shqipëri. Nuk e njoftove sepse nuk e dija që ishte obligim për të njoftuar largimin përgjithësor. Nuk e dija. Tani çfarë shkakton kjo dhe pse po e veçoj Ariane? Që ju të tjerët mos ta bëni më këtë gabim, nëse vendosni të ktheheni në Shqipëri, përkohësisht apo përfundimisht, pak rëndësi ka, duhet të njoftoni komunën italiane ku jetoni, zyrën anagrafe, pra zyrën e gjendjes civile, që unë po ikim në Shqipëri. Dhe ata të shënojnë sistem është kthyer në Shqipëri. Duhet shumë patjetër kjo fjala në Shqipëri. Në mënyrë që, nëse nuk e bëni këtë veprim, çfarë ndodh? Çojnë kontrollin në shtëpi, ose nëse ke lënë shtëpi me qira, je dikush tjetër me qira, çojnë kontrollin, të kontrollojnë 3 herë brenda vitit. Dhe nëse nuk e gjetën Arianin në shtëpi, ato e shënojnë si sistem. A cancellato la residenza per irreperibilità. Pra ka fshirë ose hequr rezidencën për irreperibilità, që do thotë drejtim pa ditur, i zhdukur, nuk e dim ku është ky person. Dhe lejnë në sistem në atë formë. Deri në një moment që mund ta korrigjojë, po korrigjimi është goxha i vështirë dhe do e shpjegojmë pse. Dhe me këtë, me irreperibilità, sot për sot po refuzohen pensionet për këtë arsye. Pra ke punuar, ke dhënë kontribute, i ke në INPS kontributet, dhe ty të refuzohet pensioni pse s'ke hequr rezidencën në mënyrë korrekte. Tani si mund të jenë format e korrigjimit? Janë të disa llojshme, disa mundën dhe disa s'mundën fare. Arian, ke fëmijë në Itali që ti mund bësh bashkim familjar? Jo. Një formë është me bashkim familjar me fëmijë të riaktivizosh rezidencën. Në rastin konkret Ariani nuk e ka këtë mundësi. Ashtu si dhe Murati prapa kameras dhe shumë të tjerë. Një mënyrë tjetër është punësimi, po tani punësimi në këtë moshë nuk është se gjen punë kollaj. Në këtë moshë që ta korrigjosh. Prandaj kujdes, nëse vendosni përkohësisht qoftë edhe për 6 muaj, apo përfundimisht të ktheni në Shqipëri, shkoni në komunë, gjëja e parë në komunë, njoftim me shkrim, unë po kthehem në Shqipëri. Dakor? Që mos jemi në këtë situatë, sepse do jemi në situatën që do hapim gjyqje tani. Në Itali do hapim gjyqje me sindikatën tonë, me qizlin, po kurse di se sa zgjasin gjyqjet.
të shkoj 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, ata nuk e di. Pra mos jemi në këtë situata, duhet të kemi kujdes. Tjetër, ju jeni kujtimtar nga Kavaja. Si është puna jote kujtim? Kam punuar, jam në vjetë në Itali, po më kanë thyrë, se kam një do të më kanë dhënë për 20 vjetë, kam punë në Itali fare. Ke punë në Itali. Qa moshe ke? 67. Voti Arian sa vjeç ishe? 71. Okej, do ta shohim rastin tonë. Është e pa që takoni, po ke qenë më vonë. Sa vite ke punuar në Itali? Viton tu i kam 11 vjetë duhet. 11. Do ta shohim punën e rezidencës tënde. Kjo më shqetëson, duhet pa një herë. Në në Itali kam qenë 92 vjetë. Ke qenë 92, kur e le? Okej, to janë detaje që nuk po i themi. Nuk po i themi. Zotëria? Gjani Kadash. Galesha. Ke jetuar në Itali, ke rezidencën në Itali? Atje kam marrë letën që ka tham pe. Cilën letër kam Në marrë? komunë. Certificatul di residenza storico. Po? Dhe çfarë shënon aty te letra? Si e ke hequr rezidencë? Hapi shikoj i çik. Ja. Je rezident në Itali, në via Alessandro Pertini. Okej, je në rregull ti. Ti ke shanse të bëj marr pension, jemi në rregull. Sa vite punë kishe? Po afërsisht punë kam shumë, po Sa? 13 me rregulla. Sa vjeç je? Unë kam hyrë për 73. Për 73. 53. Atëherë me ty do bëjmë një veprim ndryshe. Mendoj unë, nuk do ta bëjmë me marrëveshjen pensionin, me marrëveshjen që u krijuan korrekt 2025 me bashku vite, por do bëjmë një kërkesë si 71 vjeçar. Si e 73, pra kanë 2 vjet që ty të ka lindur e drejta për pension dhe nuk e ke kërkuar drejtën tënde. Ullat apostile 2 javë vonojnë, nuk është se vonojnë shumë. Ha, 2 ditë vonojnë. Sot javë ka ardhur. To janë, hajde bëjmë të ngëllik tani. Hajde, 71 vjeç do bëjmë me dekorrenca, pra data e nisës së drejtës, si 71 vjeç që të fitojmë 2 vite. Pse? Se po e bëm kërkesën me marrëveshjen e fitojmë. Po s'temi marrëveshja ka fillu, ja sekond lutem ta shpjegoj, me një korrekt 2025 mrapa, që i bitu të filloj një korrekt 2025 mrapa, 6 muaj të fitosh. Ne do kërkojmë fitojmë 2 vite pension, që kur ke qenë 71 vjeç, sepse rezidencën e ke në Itali. Në ti mirë do kishe qenë kisha ardhur që 71 vjeç këtu, jo tani. Kisha ardhur para 2 vitesh. Megjithatë do ta kërkojmë pensionin. Kam shpresa që do na e miratojnë, sepse na e kanë miratuar në përgjithësisht, si 71 vjeçar. Kam shpresa. Nuk ta premtoj 100%, po kam shpresa. Rasi juaj? Unë shumë shqiptari. Shefqat. Njësi vendore Martanesh, vendimi i njësi origjinë. Martanesh. Martanesh, bashkia Buqis. Buqis. Emigrant, vazhdoj të jemi gjetur në Italisë, kam atje 20 vite. Por gre paktoni se kjo Po, shumë këtu? 20 vite punë i kam në rregull atje në Itali, vazhdoj punën e akoma, mosha ime 64 vjeç. 64. 64 vjeçar. Po. Atje kam 20 vite punë në Itali, e kam Po çfarë do 64 vjeç? Do pension para kosha? Maroj. Po, na po. Edhe unë kam 23 vite punë në Shqipëri, dhe tani kërkoj informacion po jetë ju sepse unë nuk jam specialist në kësaj çështje. Jo, dakord. Për vitet, për ta dhe mund të bisedojmë zyrë. Po, do i bisedojmë gjitha. Pra, 24 në Shqipëri, s'ke dalë akoma pension shqiptar, sepse mosha është 65, dhe 20 sa në Itali? 20, afro 20 vjet, mund të jetë. 20, 24, 24. Konsulenca ime paraprake, po ne do t'i shohim me detaje, është që je kandidat për pension të parakoshëm italian. Me 42 vite, 10 muaj ke të drejtën e pensionit italian, pensionet di ansianità, pra pension me vjetërsi pune. Kuptohet qofse ne i shohim vitet dhe nuk i kemi të dubluar ose bivendosje, qofse i ke të gjitha në vi lineare. Dhe kushti i dytë është që mos jesh marrëdhënie pune, se më the jam në punë në Itali. Vazhdoj të jemi punë. Derisa të shfutesh nga puna, nuk do ta kërkojmë këtë lloj pension. Ky është informacion sipërfaqësore, sepse i detajuar është bazë dokumentave që do shohim. Okej. Kaq.